E ftojmë Riduan Buzoku në studion e Vikendit. Hajde. Mirë mëngjes, mi se ki ardhë shpit. U lukto. A ndimojë në me qëta. E nëzuni vendin e vetë. Mirë mëngjes, Riduan. Mirë se i dhe. Se u gjitha, rimet atë mose dhe gruas. Faleminderit shumë, zemër. Nga cëtime të pas Riduan këto në studion e Vikendit, shpresoj që nuk e pritu me u zhu herët. Ja. Se sot e dile, ndoshta ke pas shef me flajt pak ma shumë. A më kom pas shefë të ardhë. Ke Pas shef edhe? Me ardhë këtë. A ki përsil Vikendin ma heret, Riduan? Po, ka njerë. Ka një herë, të djelave zakonisht këtë pjesën e rubrikës me fëmijë. Po. Na të regon si përshkon shkolla, fillimisht Riduan. E dim që je në klasën e dytë dhe i ke vetëm 7 vjetë. Po. Na të regon si përshkojnë mësimet. Mësime përshkuj shumë mirë, po mësojme shumë mirë dhe po keni aktivitetën të ndryshme. Çfarë aktiviteteve zakonisht keni? Për Ose ku e shembull, gjenë Riduani vetën më shumë? për shembull në shah, Okej. në Po gjithmonë është atë, ha? aktivitetet të ndryshme. Po në Luna shkollë ta, cila është ajo landa e preferume jotja, që të pëlqen pak ma shumë? Lënda me e preferuar është gjuha shqipe dhe matematika. Të dyat. Po këndimin, muzikën, atë pëlqena heq? Ja, Edukata fizike? po. Pëlqen edukata fizike. Po, falon këto tjera. I kom harru prej që jena kja kë shkollën filmore. Matematika, gjuha shqipe. Pikturën. Pëlqen piktura? Artin. Së më po shkoj ma shumë ma ne ka pjesët ma kreative. Edhe artit pëlqen. Super. Po të gjuha shqipe, qka të pëlqen më shumë? Të gjuha shqipe më pëlqen që ka fjallë, emra, Pjesa e gramatikës. Po, Pak ma shumë se ajo e letërsisë. Po në matematike e ki vështirë me imsu numrat, jo, letë. shumë letë e kia. A ki për shambull shok ose shoqet që vinë të te dhe kërkojnë ndihmë prej teje? A jeni Ndo njëherë. Ndonjëherë. Jeni krejt nxënës shëmbullor. Bravo. Na flet pak Riduan për pasionin për shahun. Na tregojnë për cilës mosh ke nisë me lujt edhe pse të pëlqen kaq shumë shahu. Unë e kom një shohë prej 5 vjeç. Shohë më pëlqen se Bobi dhe vëllon luishin dhe unë kom pasur dëshirë të luaj. A ke pas vështirë me imsu këto pjesë se si luhet me shah? Po. E ke pas vështirë, a? Fillë po, tani ja kom nisu të letësu e imsu. Qa të ka thonë babi për herë parë kur të ka po të lu shah? S'po di. Bravo. Bravo. A e shku me i thonë ti babit, babi apo më ndimon, apo mësën qysh me lujt shah, a babi ka pas shef me të mësu dhe ty, me qenë se dim që edhe gjyshi ka lujt shah. Unë e kom pas dëshirë që të luaj, dhe i kom thonë babit, a bën të luaj edhe unë, babi më la edhe luaj. Po pse ke pas këtë kuriozitet për shahun? Është një lojë që ta lodh mendjen pak ma shumë se lojra tjera, se zakonisht fëmijët në moshën tënde zgjedhin me lujt futboll, mbase basket, edhe tenis. Lojra me top ti ke vendos ull si zotni veç me lëvizje të dorës, me lujt shah dhe me lodh pak mendjen. Pse ke pas këtë kuriozitet për shahun? Se kom pasur që të mësuhem, edhe kom pasur që të shkoj në kursën e shahut. Çfarë ndjesie ta jep loja e shahut? Të lumtur. Të lumtur, ndihesh i relaksu. A e lodh mendjen shumë kur lun shah? Se duhet me bo lëvizjet e duhura, duhet me mendu sakt çfarë lëvizje ke me bo në momentin e duhur. Po, E lodh ka pak mendjen. Në cilën pjesë ditës kryesisht lun shah? Me qenë se pjesën e parë të ditës besoj që je i zënë edhe në shkollë me libra, me mësime. Po, allë shkollë ku jam, kur vi
Për shkollës, ka nura 3 ose 4, luaj. Në qëndrim ditor me kënë lunë qa atë? Në klasa? Po. Okej. Luaj me një shuqe të klasës, dhe mësëtori nga merë, me që me një dhënë të shohët. Arsimtari edukatës fizike, ju merë edhe ju qënë një lojë të shohët. Po kush fiton ma shpesh, ti apo shuqja? Unë. Ti? Ish modest. Qysh ndihesh nëse e hum një lojë të shohët? A bosh nervaz, a thu hajtë se lojë është? Po që është? Cila? Hajtë se lujë. Do me thonë nuk e merë ofër zemrës. Qa e të lumë, sepse kjo është veç një lojë, nuk ka rëndësi për shambull a fiton a humë, sepse njëherë je i ri, dush me marrë me sportivitet. Në klasë shoqet, a kanë interes për shohën? Disa për dë dinë dë zdi. A ki dëshirë që ti me i mësu ata? Ashtë e vështirë mja mësu dikujt, ose deri sot Riduana ja ki mësu loje në shohë deri sot dikujt? Jo, deri sot jo. Po më duket unë edhe lindrit e jena viktimat e para të lojës së shohët. Apo donë me mësu që tash, 2 persona... Pare se me na mësu lindrit, po du me shpjegu pak edhe shohun. Qëfar veçantie ka ky shah për ty? I kujt është? I gjyshit. Sa i vjetër është ky shah? A e den? është shumë vite. Shumë vite. Riduani nuk ka pas mundësi me taku gjyshin e ti, me qenë se kur ka lind Riduani gjyshi vetë se ka ndru jetë. Edhe tash e ka trashëgu talentin në formë me të veçan, duke pas fizikisht edhe shahun që dora e gjyshit ka lujt ma heret me të. Është ka një njësi shumë e veçan për ty? Po. Po. A shkojmë aty lindrit nga mësën pak? A jem mësu si mirë? Po. Hajde të shohim. A bonon qëto mullë? Hajde. A ta jepin një astek, bre, se që po mendoj për ty? Mo. Të na pëthu vajzat si ti shambull, ashtu kështu, dhe duhet Jo me me mojtë kote kam vetër. thënë këtë. Riduana të bashkona one me ty, atë pengoj qëto. Hajde na mësu pak. Na shpjegon këtë pjesën e zezë dhe këtë pjesën e kaft. Na shpjegon, pëse ju ndo me fillimesh me 2 ngjyra? Se jenë 2 kundërshtorë, që njën kjo është brete, edhe ajë mbrete, që du t'ja po matë. A i marim figurat edhe i shpjegojmë, kjo është mbrejtja, po me retin dorë dhe na tregon. Kjo është brete, që kjo është lëviz ka një, dhe kjo nuk duhet të humbë. Do me thonë, këta duhet me rujt deri në fund. Po. Okej. Do thënë, nëse e bojmë një lëvizje, nuk e bojmë asë njëherë me mbrejtje. Mbrejtja është lëvizja e fundit në shah. Po, a me mundë, fitu. për shembull, e lëvizi këto ka 2, më është ka një dhe ka 2. Vetëm kur je tani, për shembull, kur të ka lënë ty, te lëviz një, Po. Këta e kanë emrin pijuna, po? jo ushtar. A ushtar? Cili janë pijon? Muna 1 ose 2, apo? Po, 2. E tani, Unë e 1 për bëj. tasht, e nëse në du me lëviz ka 2, nuk mënësh se është fillim mënësh. A, veç fillim. Po, e tash më është ka një. Mos e bon me hile lindret, i duan ta ka bo me hile. Kjo është kali, apo? Po, kole. Kole, Se jonë po të... kole kësem Kjo ka... shkon L, apo? Që, Që edhe Qishtë? gjë lindret. Po, kështu... e edhe këtë nuk mundë se... Se kom qitë ushtarin. Te më është vështë. Okej. Hajtë pro, po vazhdoj me A ka kalin. der që i kalove këtu 2 tjera, të ushtarë tjerë? Jo, s'ko da, jo. Sa ta në të palivizshëm, ende nuk janë loja, po? Se Okej. ta koli ka për cen. A është ma mirë me... Okej, e vetëmja më falin, se dhe mu po më interesar. E vetëmja figur që lejohet me ka përcy është kalja, po? Jënë 2 kuaj. A jënë 2 kuaj, a vesh një kalin lojë? Jo veç 2 kali. Dy kalja. Okej. Edhe këta tjertë nuk guxojnë me Leviza? Guxojnë veç kjo shkon që shtë, Po. shtë. Ah, okej. Veç vertikalisht edhe horizontalisht asë njëherë pjerë të zi. Kjo shkon që shtë. Për që shtë edhe për që shtë. Që kjo ku ka? Okej. Këne janë e. Okej. Qa deshta me të pytë se ma hupe bardh? Për cilin figur, po atë kuriozitet? Kem retresh anime? Me haru Me trisha shkon Që lindrit i ka 3 figura në lojë, ti vesh një. Për që shtë, edhe shkon që shtë, edhe
kur të këtë vëshkon që shtë, edhe këtë më të më këthi. Okej, e ko pishet të 3. Që, 1, 2, 3. Po kjo Ti ki një ushtar, një kali edhe qka është, a kjo është i Kjo është a pishet në gjyre në zezë i banë. Këtë, nuk po mësoj shone. A më tregon diqka është ma i rëndësishëm mbreti apo mbretresha në sha? Ma i rëndësishëm është mbreti se mundë t'ja bëj shamat. Kër ja bëj shamat e hub lujen. Po pse mbretresha nuk e ka fuqin me bo shamat? Bëne një levizje. Qa? Duhet sa ma shumë i mbry figurat, se nëse si mbru i merë. A është ma mirë me fillu lojen me ushtartë, pastaj me me figurat tjerat? Njerë më ushtar, tani me figurat tjerë. Okej. Po ti mund është që ndush, për shembull. Hajt, a e din mundësi... është ti një mbretreshe në loj. Po bre, rezikant. Hajt mënyrën ma të shpejt me mujtë. Ko po në zdias. Tash... Vish pak. A guxon me lujtë edhe me Muj me ta këto? moshta, po. Pik qëtëja? Po, Po, më dhe. që kur t'ma nërë. Shpejt e Ma mu. mësove? Hajde një, vish ma murë, kalin. Ha që dy pote. Që? Po tash... po dhe. A kanë riduan këta Qysh? ndo një emër pjesit atë gjithë janë ushtarë? Po, ushtar të tëp, edhe kjo tëp, Po. Okej. kjo oficiri, kali, mbreti edhe mbretresha. Sa figura në total janë sha? 32. 32 bashkë edhe me kundështarin? Po. Okej. Vazhdo një lojen? Qysh ndihesh Riduan kur vjen të pjesa e shahmatit? Ndjena shumë i lumëtër. A vjen ajo ndjesia që e mujta, që tash për kry lojen, fitova. Ja, që ta zven. Hajtë qëto. Riduan, a ki lujt edhe me njëz ma tritur si te për pas me shoqen që lu në shkollë, edhe me babin shpet që t'kam su që Po, shme veç me babi kun lujt, edhe me vëllohë. Sa herë ke mujt, në falë, sa herë ke mujt vlohën? Akse njëherë, se është shumë i furt. Apo a? A zhullau me i madh? Po, Sa vjet i kaj? 14 vjeç. 14? është dyfishit. Ku të arrin të moshën e ti, kime mësu ato, me të regu qka është loja. Tjetër, ka po shkojnë atash? Nejse, kjo loja shohet mundet me zgjat me ora, po? Jo, mundet me zgjat me orë, ama e shkur ki me shkrime, për E shembull. që sa larg mundet me shku? A veç një? Jo veç larg, për shembull, pi shtysh deri Deri që të mundet të ardha, Po. Që. A e din që loja shohet njëherë ka zgjat qatë gjatë, sa kanë thy rekord prej, me thonë me orë gjatë. Po, ama është, kur zgat është, për shembull, e lëviz një figurë, për shembull, C7, edhe atë do shme shkrut, edhe është zgat atë. Merë ko, merë minutajë dhe shënime. A shë vetën Riduan të marrë pjesë në përgara të shohët? Po. Riduan, në të ardhmen ku kemi me të pati? Në cilën pjesë ki mu fokusu, në base e cili ka me qenë profesioni ju e të ardhshëm? Pse ma qiti kalin që atë? Mos të dekoncentro për i lindritit. Cili ka me qenë profesioni ju e të? Ku me ndonë që ki me gjetë vetën? Ki mu bo në base profesor, me qenë se i përmende që ki 2 lanë që i donë shumë, gjuhën shqipe dhe matematiken, dëshiron me bo profesor me i mësu në zënë se ti e ku tritesh? Po, këmë qa. Okej. Cila pasioni jo tjetër përveç shohët? Edhe futbolli, ama të të ti përqej, E këtë, të të sporti, po, të fushtë. se edhe bardha këtë e marrë këtë pjesë Okej. në yjeve. Unë e po i shoh disa yje që do. Njëjtë si kur ti që je Riduan. A na shpjegon, a na flet për se cilin për tyre? Që? Hajde. Kjo është ylli i ditës, që i konë i sjellshëm, dhe konë di shumë sene të reja. Kjo është ylli i dytë, që konë net mirë, dhe konë posë
edhe kom ndaj shumë mirë. Kjo është ylli Javës, a? i Çka javës. dallon ky yll prej këtyre tjerëve? Janë njëjtë, ama i është Kjo me Ky është i ditës, ky është i javës. Po. Që i tregu i sukseshëm gjatë gjithë javës. Okej. Ka edhe lëvdata. po, e këti kjo është një mësuse tjetër, që na ka jep një yll, ylli por, të ndërvdota të mësuesës time, që kam ndaj të mirë. Dhe këto janë Kështu, se unë s'po i shoh. edhe këtu janë atë lëvdota që prej mësusës tjetër, që janë Që zjedhë bojnë me undi kore, këto lëvdata kur t'i japin? me lumëtër. I lumtur. Apo i bjen që ti ylli i klasës me këtë të yje që i ke marrë? Po, Ku ka dhe ylli i shkollës? po. E këtër jem që e kom zi, që e kom ditë një detyrë shumë mirë, të sakt, për emrin, Cila ka qenë? për emrin. Për emrin. Këtë është që kom ndaj shumë mirë, dhe urt, edhe këtë është e fundi që jam sjellë mirë. Besoj që me plot merit i ki këto yje, se na veç sot që nejtë me ty, po ma jep këtë ndjesi që jeni djallë shëmbullor, i urt, Një yll i vërtet. sjellshëm edhe një yll i vërtet. Unë e lojën e shahut, nuk është që po di mirë, nuk e ke gjetë një kundërshtar të mirë, kështu që Pas- ha? Vesh mund është të lagët e qëtë që ta marë. për një... Ta o Po intereson, zemrën, a jetoj livdu, ajo Ku, ky ka sa i fokusin mirë, loj. Bash. Largosa se ta marrë. po dhe që se Eli, bravo. Ridoan, jemi krejt në fund. Luajnë me lindritjen e vazhdojmë mbas të krymë krejt emisionin edhe na mëson që të dëve bashk. Faleminderit shumë që edhe sot në studion e vikendit dhe ndove këtë hobi, pasion, talent tëndin. Unë të uroj shumë suksese në rrugën e suksesit. Edhe mos të dorëzo asnjëherë, vazhdo me qenë një yll siç ke qenë deri tash. Ke një mesazh për bashkëmoshtatar tu? Po, kam një mesazh që të rrimë shumë mirë, që të jemi në të shumë të mirë, Shëmbullor. po, edhe që të mësojmë më shumë, dhe që të mos të ngacmuhemi. E qartë, Oh, një mesazh zemër, shumë i bravo. mirë. Të përqafi unë se Një sot më mesazh t'jep shumë i energji shumë të mirë. Më kisha pas dëshirë që edhe një potest me bo, edhe po e kry. Okej. Hajde, cilin? Bëne një të rrezikshëm. A bën brejtin bre unë po du. Hajde, Ku bre. duhet me vendos? Kjo vesh ka një. Ka një. Ka një, a një hek me shto. Bardh shahmat. Okej, me këtë shamat shkëputemi për pak dhe kthehemi sërish në studio.